Një operacion i kontrollit të zhvilluar në orët e para të mëngjesit në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Drenov ka çuar në zbulimin e një telefoni celular në qelin ku mbahet Lajert Haxhia. Pajisja u sekuestrua menjëherë nga autoritetet e burgut dhe ju dorëzua prokurisë së posaçme, e cila do t'i nënshtrojë telefonit ekspertizën për të verifikuar kontaktet dhe komunikimet e mundshme të zhvilluara gjatë kohës që Haxhia i ka qenë para burgim. Ky është rasti i radhës kur në qelitë e tij konstatohet një telefon celular, çka ngre dyshime dhe sërish pikpyetje mbi masat e sigurisë dhe kontrollit brenda institucionit penitenciar. Lajert Haxhia u ekzekutua nga Greqia në Shqipëri në korrik të vitit 2024, pasi ishte arrestuar një vit më herët nga shteti fqinj. Ai po vuan dënimin me burgim të përjetshëm për masakrën e Lushnjës në vitin 2017, ku humbi jetën Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha. Për të njëjtën ngjarje janë dënuar gjithashtu me burgim të përjetshëm edhe Anterio Kaloshi dhe Orges Bilbili. Paralelisht me këtë dënim, Haxhiu është në hetim edhe për dosjen e Spakut për veprimtarinë e një grupi të strukturuar kriminal. Sipas organit të akuzës, grupi që ai dyshohet se drejtonte ka qenë i përfshirë në një seri ngjarjesh të rënda kriminale gjatë periudhës prill 2021-maj 2023, mes tyre disa vrasje, shpërthime me eksploziv, grabitje me armë dhe përgatitje për atentate të tjera. Hetimet pritet të përfitojnë edhe nga të dhënat që mund të nxirren nga telefoni i sekuestruar.